Skandal në Evropian, kampioni shqiptar quhet tradhtar. Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar ka reaguar ashpër ndaj sjelljes së presidentit të Federatës Ruse të Mundjes Mikhail Mihamishvili gjatë ceremonisë së dhënies së medalëve të kampionatit evropian të zhvilluar në Bratislava në Slovaki. Në një ngjarje pa precedent për sportin, kampioni i ri evropian Charmen Valiev, i cili ka rënë për Shqipërinë, është quajtur tradhtar dhe trajtuar në mungesë respekti nga një ndër figurat më të larta të sportit të mundjes në nivel botror. Sipas njoftimit të Kokës, gjatë momentit vendosjes medaljes së artë në qafën e Valiev, presidenti i Rusi është drejtuar me fjalë fyse dhe ka ushtruar forcë duke e shtyrë fizikisht. Ky gest është dënuar publikisht nga Komiteti Olimpik Shqiptar, i cili cilëson papranueshme një sjellje të tillë ndaj një sportisti që ka zgjedhur përfaqësoj me dinjitet flamurin shqiptar në arenën ndërkombëtare. Charmen Valiev shkëlqeu në këtë kampionat duke fituar medaljen e artë në stil të lirë për peshën 74 kg pas një finale të fortë ndaj rusit Zhuberk Zidakov. Para finales, Valiev dominoi në çdo përballje në gjysmë finalen poshtë Azerbajxhanit A Gazar Novruzov me rezultatin 6-0, triumfoi me lehtësi ndaj Ramazanov 10-0.